Fshati me kat mungesë investimesh dhe banor të larguar, dikur fshati kishte më shumë se 1000 banor, sot janë kryesisht moshe tretë dhe të rinj që janë larguar. Në fshat jeta është e vështirë, ata pak banor që jetojnë aty pranojnë se nuk ka më shumë se 100 persona, ndërsa të rinjt janë larguar në emigrim. Rruga që të çon drejt fshatit është totalisht amortizuar, në zonë nuk ka investime, ndërsa vetë ata pak banor të mbetur pranojnë se ky segment nuk është rehabilituar thuajse asnjëherë. Por jo vetëm kjo problematik, banorët pranojnë se në fshat mungojnë shumë investime. Na rreth 700 banor para demokracisë, disa ditë mbas demokracisë, filloi shtegtimi për një jetë më të mirë. Sot sa banor ka? Shumë normale. Sot mund të jenë kryesisht mosha e tretë, kemi dhe disa fëmijë që mblidhemi të themi, po vafsh mirë në shkollë të kthesh mirë. Domethënë nuk ka nikur tani. Ka nikur. Gjenerata e parë, fëmijët që janë këto, ka nikur gjithashtu. Çfarë ka bërë banorët të largojnë që këtej sipas? Ka pas mungesë investimesh? Dëgjoj, e para njëherë mbas skterrës diktatorit, mbas atij tmerrit që kemi përjetuar ne, si gjithë populli, patjetër që duhesh lëvizur për të mbijetuar. Të gjitha këto rrugët labirinte në fshat janë me gropa, nuk kalojnë dot mjetë. Ja unë erdha këtu se nuk vjen dot të shtëpia ime. Makina. Edhe do i ngarkojmë në krah ato gjërat. Na kanë thënë tani që bëhesh elektorati, bëhesh përgatitja për zgjedhjet e 11 maj, vinë ata të mëdhenj të këtyre partive, vinë flasin kaq bukur sa u kalojnë edhe gazetarët më të mirë. Ja kalojnë sa të them gjithë gazetarëve. Ka qëmbël, të qeshur, burra të mirë, shkasët, të thithin. Ka bërë gjë. Edhe prisnin të bëhesh rruga që ditën e votimit edhe ne si gjithë tjerët, po jo. Tani na kanë thënë që do bëhet. Po se kur do bëhet. Kam 6 muaj në Gjermani se jam smur. Tani po vi. Ka njerëz këtu? Ka shumë rau, vetëm pleqe plaka kanë ngelur. Ka nikur në mërgim dhe disa plaka i kanë marrë prindrit, ja si mori djali mua që isha smur nga Zëndra. Edhe desh më mbante atje, po unë zdënja, që të mbaroja jetën atje. Rruga këtu në është bërë ndonjëherë? Është bërë, më përpa, vetëm me zhavor ka qenë, jo me asfalt. Asfalt u bë vetëm rruga deri në Beshisht, Llakatun, po këtë rrugën tonë s'u bë me asfalt. Vetëm zhavori jo. Kështu ka që nuk është premtuar dhe s'është bërë? Nuk u bë. Nuk u bë me asfalt. Kur bën ata rrugën, tha, nuk hym dot që ta bëj me asfalt me serë, nuk e bën. Është e vështirë kjo rrugë për juve? Po, shumë e vështirë është, sidomos kur sumuremi natën në urgjenca, shumë jo, dhe kur ikim në këmbë të gjitha rëket që vinë, të gjitha janë kush dhe pastroj kanal, s'ka, kush dhe pastroj, ne jemi të sumura po vdesim, kemi një takat. Edhe shtëpitë tuaja të mbyllura janë? Të mbyllura të gjitha janë. Nga 1500, ka ngel 100 thuaj. Çfarë i ka bërë banorët të largojnë? S'ka investime, çfarë ka? Edhe bomba atomike të ishte nuk do ngeleshin kaq. Kjo rruga këtu është problematik të pak me çfarë shohim. Ajo është skandaloze. Diet. Edhe makinat. Qa heq. Lej njerëzit në këmbë. Ushton ndonjëherë që do rregullojnë, do ta bëjnë? Po kanë thënë perëndime. Po sa do realizojnë nuk dihen. Sa ku ka pa u vendosur dorë në këtë rrugë? Asë është vend fare, ajo që është edhe një çaku kështu, një zhavor. Asgjë tjetër. Kjo po i shtyn njerëzit të largohen drejt emigrimit? Po s'është vetëm ajo, janë shumë gjëra. Janë dhe kushtet e jetës. Që fshati i ka të vështira. Po ka vështira. Kështu dhe fshati me kat, ashtu si dhe shumë zona të tjera rurale, vuajnë mungesën e investimeve, por dhe largimin e banorëve.